Dua të vazhdoj duke thënë se duhet të mendohet përveç tjerash edhe ngritja e një grupi nispëtar për ndryshimet kushtetuese. Ne kemi shtruar qysh në krye të këtij mandati nevojën që Parlamenti i Shqipërisë të zvoglohet në numër. Kemi një parlament me 140 vet dhe fare mirë mund të kemi parlament me 100 vet. Gjë që do ta mirëpriste publiku, gjë që do të racionalizonte forcat dhe burimet e tjera, por nuk është vetëm kjo. Ka dhe aspekte tjera që duhen rivizituar nga sigurisht njerëzit që dinë se çfarë shohin, dinë çfarë lexojnë, dinë çfarë thonë dhe çfarë shkruajnë kur vjen fjalë tek kushtetuta e Shqipërisë. Kështu që duhet ngritur një grup që pastaj të hapi një proces, natyrisht është shumë më tepër se sa një reformë zgjedhore apo një reformë administrative territoriale, kështu që kërkon shumë më tepër hapësirë, angazhim, burime etj. Por duhet nisur kjo punë. Duhet nisur kjo punë, ambicia e on duhet jetë që në fund të mandatit ne të kalojmë edhe një reformë kushtetuese.